shkurt për ta hargju me të njëjtin politiqen, jo politikan. Politikan është ai që i shërben popullit vetë, që i sjell paqe, prosperitet, kurse politiqen janë ata që lehin si qënd, hum, por në realitet në hanë taksat ne nuk hanë njëri tjetër. Ka në kino politiqene dhe ju thomi që ju ka arë fundi. Doni apostoli ju ka arë fundi. E këtë ishte mund të majnë. Sot kemi edhe një lajmë të vogël se tani janë bo aqë të mdhaja lajmet e mira, sa nuk sojemi shumë me këtë lajmet e vogla. Iku Gardi Sfërnecit falë reagimit popullor. Iku Gardi Rionit falë reagimit popullor. Iku Gardi në Librasht falë reagimit popullor. Mos harroni një betejë në kohën kur qeveriste Saliu me Lulashin, ju kujtohet, në Kakome, ata i zbrapsën atëherë me armë. Por sot nuk u përdor asnjë një armë, nuk u plagos askush. Iku edhe një garë në Kakome. Prandaj ftojmë shqiptarët që të mësojnë sa ma shumë garë që ka grabit pronën publike e në veçanti burimet ujore. I ftojmë shqiptarët në fshatet e tyre që të dalin me kazma dhe çekiç, pa pat nevojë për armë tjera, dhe të shkunin ato garde pushtuse të vendosura nga oligarkët mafioz anti-shqiptar. Unë bëj një thirrje e nis mos të kenë frikë. Ka vdek komunizmi një herë mirë dhe s'do ketë komunizëm e diktaturë nuk do të vërejma. E dyta, thirrja jonë shkon për policët e ndershëm, për inspektorët e ndershëm dhe ata pak shefa që kanë ngel në hierarkinë e policisë të ndershëm. Mos e provokoni popullin shqiptar, sepse ne jemi këtu edhe për ju, ne jemi këtu edhe për familjet e policëve të vrarë që janë lënë vetmi dhe të baktisën nga ky regjim. Ne jemi këtu edhe për policët që punojnë me orë gjata dhe nuk paguhen. Ne jemi këtu edhe për policët që veshën dhe këpucët dhe tyre t'i blendat. Ne jemi këtu edhe për rrogat e tyre që sharake. Ne jemi këtu sepse sindikata e tyre është marrë peng tash e 20 vite. Ata ka një sindikat, po aja është marrë peng. Me që ju nuk keni guxim të dilni kundër njësit, atëherë mos u përpisni të bëni palë në shëndazhimin e rinisë më të bukur në botë. Ose vendlet e qiet merret me ta. Që ta kuptojnë ata një herë mirë, as mos kërkojnë negociata me hajdut. Negociata me tradhtar nuk ka. Kur dikush thotë zgjedhje parakoshme, nuk do ketë zgjedhje parakoshme. Atë do e vendosë sovrani dhe nuk e vendosin njerëzit në studio. Dhe sovrani sot jeni ju dhe janë ata mira shqiptarë që janë nisur nga Mërgata për të ardhur për të bashku, dhe me mira të tjerë që kanë prerë biletat e avionit dhe deri me datë 25 besoj që të bëhen diku të 50.000 të ardhur vetëm nga jashtë Ateut. I them gjithë bizneset e Tiranës të zgjohen, të mbyllin qepenat, të bashkohen, ftojmë edhe punojësit publik, të cilët shpeshherë i gjejnë edhe me maska nga frika se do i heqin nga puna. Kemi plot njerëz të mirë brenda administratës publike, të cilët janë të shantazhuar dhe të fiksuar për me dalë protestë.